Ndërkohë, këta pacienta që kanë diabet dhe vinë e bëjnë llaserin me fotokoagulim, a duhet prap me qenë të rregull çdo 6 muaj, çdo 12 muaj me kontrolla, a mund të përsëritet një problem? Patjetër, se laseri nuk e shëron diabetin. Okej. Laseri të ndihmon në parandalimin e atij procesi që ka ndodhur atëherë. Që ka filluar ta atakojë syrin e tij. Patjetër, domosht, kështu që ai pacient duhet prej asaj kohe kur e kupton që ka dëmtime në retinë, ai duhet të menaxhojë edhe punën e diabetit si smundje. Që po nëse nuk u rregullu diabeti, kemi një hipertension, mundësia rizhagderdhjeve ekziston. E qartë, po. Që laseri fotokoagullimi përdorim edhe te raste tjera. E përdorim edhe tek pacientët kur kemi çaje retinale. Okej. Ne kupton që pas shpjegoj pak pacientëve, domethënë, pacientë që kanë një miopi të madhe ose një dioptrish të madhe minus që themi na. Minus që. Po, ose pastaj kanë probleme të lindra të retinës, ekziston rreziku gjithmonë të krijojnë çarje retinale. Që na rrezikon gjithmonë shkolitjen e retinës që është një sëmundje shumë e madhe. Po qofse pacienti vije me kohë, na përmes laser fotokoagullimit mund ta izolojmë çarjen retinale. Edhe çaj çarje mos të shkojë që ta shkolit të retinën. E pastaj duhet patjetër të bëhet operim. A bëhet operim? Mund të bëhet. Nëse se bën hupomni gjithçysh shkolitja e retinës. Po nëse, domethënë, ideja është që na mund të parandalojmë me 1 minutë punë. Po. Domethënë me një pa dhimbje, pa. Ashtu domethënë, kështu që edhe këto raste laser fotokoagullimi na ndihmon shumë. Vetëm se duhet zbulohet me kohë. Duhet ata që janë minus. Jo është minus, mos ta marrëm ashtu. Unë thash si opsionin më të shpesh që mund ndodh çarja. Se çarja retinale mund ndodhin te çdo kush, mund ndodhet te çdo person. Apo predispozit kanë më shumë këta që janë ashtu. Ose kështu themi, ata pacientë që ndonjëherë se stimi ashtu se pikat zeza, se tona njerëzit mund ta kuptoni çdo kush që ka pikë zezë kujton që realisht ka një çajë retinale. Po ata persona që janë për shembull ata që janë me diabet, të personat që tam janë minus që çojnë pesha tronda shumë, domethënë kanë mundësi rrezikun domethënë të krijojnë çdo çarje. Si e vren ai? E vren domethënë sikur thotë në këtë fushën e të pamjes, unë kam një farë si lloj hije të zezë dikun duket. Që përcillet kështu. Jo që përcillet këtu. Ajo që përcillet. Se përcillet domethënë është themi ai problemet që i kanë shumica njerëzve që ne i shohim në trupin qelçor, që nuk domethënë domosdoshmërisht ketë çarje retinale. Okej. Po ajo mund të jetë një shenjë që ai të shkojë te mjeku i syve se na mund ta kontrollojmë mos rastësisht ka çarje ose vrima retinale që na i çojnë. Që ato mund të lokalizohen realisht me anë të laserit. Kjo mund ndodhet tek moshat e shtymit posaçërisht. Për ata persona që na një mjek i syve i ka thonë që ka realisht ndryshime degenerative në periferitë të retinës. Ata gjithmonë janë të predisponuar me kriju si vrima ose çarje retinale, që na mund t'i ndalë me laser.